Ministri i Drejtësisë Toni Gogu gjatë një vizite në burgun e Pojskës në Pogradec, ku me rastin e një qershorit shumë gra që vuajnë dënimin u takuan me fëmijët e tyre, tha se drejtësia duhet jetë e pranishme jo vetëm përmes ndëshkimit dhe dënimit, por edhe përmes rehabilitimit. Në këtë kuadër ai tha se shumë shpejt do të ketë reja në lidhje me amnistinë. Detajet për amnistin do t'i ndiqni në ditët në vijim, sepse do t'jetë diskutim i gjithanshëm në komisionin parlamentar, por ajo çfarë mund të them është ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsioni. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdoj të ndëshkoj ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jonë tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të miturit. Ministri foli edhe për shqetësimet e ngritura nga institucioni i Avokatit të Popullit për kushtet në institucionet e vuajtjes së dënimit. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë menjëherë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin europian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin europian, jo vetëm në letra dhe në kapitujt që ne negociojmë me Brukselin çdo ditë. I pyetur për mbi popullimin në burgje, Gogu tha se numri të paraburgosurve është më i lartë se ai të dënuarve me vendim të formës së prerë, por se kjo është një problematikë e njohur që lidhet edhe me vendimmarrjen gjyqësore.